E tash rikthehemi sërish dëgjues dashur, kurse nga sporti futsallit kthehemi në një sport krejtësisht tjetër, ka të bëjë me volejbollin, ku është mbajtur edhe Kupa Pavarësisë me ekipin e Ferizajt, të cilët kanë arritur ta fitojnë pasi në finalen poshtimin e PS me rezultatin 3-2 në sete, kështu që pjesë të emisionit Pasdita Sportive në krauntim të djathtë kam shefin e klubit tash, trajnerin Budrintin, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kurse në krauntim të majtë kam kapitenin Durim, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi gjithmonë. Po të pyes si kapiten me qenë se rritet me fitu kupën Pavarësisë, një finale e cila deri në fund ke pak a shumë si e zjarë. Si nga ajo që o përgjigje edhe Po finalet padyshim që do të më pas një thriller till, gjithmonë do të më kanë pa parashikueshme deri në momentin e fundit. Loja pa herë ishte nënën tonë, herë nënën e PS deri në momentet e fundit nuk u di kush ka me ngrit trofeun fatmirësisht. Në momentet e fundit na kem pak më të koncentruar edhe arritëm me fitu. Është hera e parë që na e fitojmë këtë trofej edhe na bën shumë të lumtur. Shef, si trofej parë pra i Kupës Pavarësisë, pra që keni fituar për të parë, çka e bën veçantë duke ditë që marrin pjesë edhe ekipe nga tash mos zgjeru pa shumë liga, sepse ka ekipe edhe nga Maqedonia e Veriut. Pra, që tha Durimi era parë në historitë të klubit që kena fitu kupën, këtë Kupë Pavarësisë. Besoj që është një arritje madhe lojtarëve se të pas parasysh që në gjysmëfinale kena pas një lojë shumë vështirë me Partizanin. Edhe besoj që jena koma të kompletun edhe disa gjana tjera që kanë arrit për me orderit të kjo sukses. Pritet pak a shumë që kjo lig mu zgjeru hala ma shumë, me pas ekipe edhe nga Mali Zyt, ekipe shqiptare, apo dhe vendet e tjera? Për momentin nuk kena diçka info, se me Maqedoninë e Veriut prej vitit kalum, e kanë ftu edhe është prezente edhe një ekip i Maqedonisë së Veriut, kurse besoj që viteve tjera i shkon shumë e mirë për klubet edhe për shtetin tonë edhe organizimi edhe krejt që mu konë edhe dikush nga Mali Zyt edhe ma shumë ekipe edhe nga Maqedonia e Veriut. Mu bo liga pak ma interesant, pak ma e zgjenun edhe i shkon shumë interesant edhe për publikun edhe për neve si klube. Durim çka e vendosi finale? Po konsistenca jonë është për me fitu me patjetër me pas atrektimin, hakmarrjen. Po më me thonë direkt nashta hakmarrje, më duket nashta pak fjalë. Në revansh nashta me çut pak më bot, po dëshira ka qenë me fitu nashta edhe Kupën e Federatës. Atë këtë sesh për neve nuk ndodhe aja që na ndodhe neve lojën e fundit, do më thonë konsistenca jonë pak më e madhe për me fitu i takoj lojën e parë për ne në Kupën e Federatës PS, kështu që na u mobilizum, nuk u dëshpëron që nuk më të me arrit me fitu Kupën e Federatës, edhe besoj që kjo ndikoj që na mos më dorëzu deri në fund edhe me arrit me patjetër që të bëhemi fitues të Kupës Pavarësia. Në gjysmëfinalen e përballë me Partizanin e Shqipërisë, dhe si është niveli i Ligës Kosovës me Ligën e Shqipërisë volejboll? Historikisht po besoj që klubet nga Shqipënia kanë qenë pak më të përgatitur nëse na qoftë në aspektin fizik, qoftë taktik. Në përgjithësi kanë pas nivel pak më të lartë se klubet tona, po viteve të fundit edhe të na është nisë më punu pak më shumë. Çfarë dominimi nga kënej? Ka nis pak më thynë është ai dominimi i klubeve të Superligës Shqipërisë. Na atë natë faktikisht kemi bën një paraqitje tepër mirë ndaj tyre përkundër që ata kanë cilësi shumë të mëdha brenda ekipës. Fatmirësisht arritëm që me imposht 3-2 edhe ata me sete. Ishte një lojë tepër e mirë, ndoshta në finale, para finale s'ka qenë përballja me ta në gjysmëfinale. Na arritëm me përmbyll mënyrën më të mirë më ndeshjen edhe besoj që aja loja që dyqysh edhe vullën që na nuk jena rastësisht fitues të Kupës së Pavarësisë. Botrend e përmendi Durimi, është kthyer një farë dominimi tashmë nga
ekipet e Kosovës në krahasim pra me ekipet e ligës së Shqipërisë, çka po e bën këtë thyrje të dominimit? A janë pagesat më të larta nga ekipet e Kosovës apo ka diçka që e ka thyrë këtë lloj tjetër, diçka që ka thyrë këtë dominim? Tash edhe pagesat janë shumë mira edhe në Kosovë. Po besoj që organizimi më i madh i kryesisë klubit, i menaxhmentit të ekipit, po arrin që m'ia plotsu shumicën e kushteve lojtarëve, sikur palestër, sikur jashtë palestrës. Edhe pagesat nuk janë të këqija, po edhe përforcimet që i morëm nga jashtë po dolin produktive, po edhe po janë të kushtueshme. Për momentin që po do me marrë një lojtar shumë mirë, po do edhe me dhon para pak më shumë, edhe me pagu pak më shumë për me marrë lojtar cilësor. E di që një kohë gjatë keni filluar juve që po edhe ekipet e tjera që me afru lojtar të ri, grupmoshave të reja, sa pa e bën kjo të mirë duke pasur lojtarë që kanë përvojë gjata në voleboll, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Evropës, por edhe lojtarë të ri që mund me mësu prej tyre. Apo e bën më interesant, apo ka konkurrencë brenda ekipes, nëse shohim përgatitjen e stërvitje kur ka. Po, normal se cili prej lojtarëve të ri tash ju rritet edhe dëshira për stërvitje, po edhe kur shohin që një lojtar i një kombëtarës që ka luajtur në Kupë Botës ose edhe Kupë të Evropës, ka ardhur tash në ekip, po e kallzon ato përvojën e vet që e ka fituar jashtë Kosovës, normal që po njihet një farë kënaqësia dhe të djemë të ri që pishtyn për me punu. Fati mirë që kem lojtarë të ri edhe kem lojtarë tonë që i kena përgatit. Besoj që nuk janë shumë largë me kualitet me lojtarë që po vinë nga jashtë, po këtë kjo dohet edhe me punë që mu arrit halo ma lartë të lojtarë të ri. Kem lojtarë 16, 17, 18 vjetë që janë standarde dhe në ekip që luajnë. Edhe kallëzojnë paraqitje shumë mirë. Dorim apo bëhet liga më produktive këtë edicion me kthimin e lojtarëve tek skuadra 5 me ata të cilët kanë qenë të dënuar? Po këtë vit ka me besoj liga shumë nivel më të fortë se sa vitin e kaluar. Në zatën edhe paraqitjet që e mbo dhe lojtë që e mbo deri me tani edhe në kuadër të ligës, po edhe në kuadër të Kupës Federatës, edhe në kuadër të Kupës Pavarësisë, e kanë vërtetu këto që niveli këtë vit ka me ka shumë më i lartë i ligës, ndoshta se sa vitin e kaluar. Botren, një gjë që e kam folur me Dorimin, du me marrë një mendim tëndin në lidhje me këto. Sa po shqetësuese që në përndeshjet finale, qoftë edhe gjysmë finale, nuk po ka dha shumë tifozë shumë. Ku është problemi? Ku qëndron ky problem? Është marketingu që nuk po bëhet aq mirë, apo ka diçka krejtësisht tjetër që nuk po ka? A mundem me lënë kohës, meqense është kemi hyrë në këto minusin kohës për atë ftoft, apo ka diçka krejtësisht tjetër që nuk po ka shumë tifoz? Tash gradualisht është shumë ngadalë rritja e tifozëve që vinë më na për lojë. Unë mendoj që jena një pikë klubu më aktive prej marketingut dhe prej rrjetës sociale. Rrjetës sociale, po. Jena këgju shumë aktiv, bojna lajmërime me kohë dhe krejt tjerat, po nuk e di ku është të qëndru problemi që nuk më ushut palestra. Edhe pse koloj finale, koloj shumë mira derbi, ka atraksiona për e loja sana, po nuk e di ku është problemi tek tifoz që nuk vinë në vështet. Vitin e kalun kena pas rast që kena pas ma shumë tifoz, gati në çdo lojë kena pas tifozërinë e qytetit. Prej rastit që ka ndodhë nuk kena pas më as tifozërinë e qytetit, po dhe niveli i shikuesve ka shku të ra dhe nuk është që jenë të interesun. Jo veç të ekipi jonë, po të secili ekip në Super League. Të vajzat është diçka ma shumë, po jo ashtu që me thonë ka krasim shumë. Ka krasimisht me sportin. Jo, e kam par. Ka krasim me sportin, sidomos të handballi është një ndër sportet që mbledh mas shumë të shikues. Po, me 2-3 Ashta ma shumë se futbolli,
Ka posë mbi 2-3.000 tifozë që kanë qenë pranishëm palestër. Po, është shumë e vërtetë handbolli, po na njimi si qyteti handbollit, për atë arsye nështë janë ma shumë që dojnë handbollin. Kisha mi bo thirrje, kush ka mundësi, pse jo, është jena të bo senet mira për qytetin. Sa kom bo ekipe për shembull qoftë jashtë vendeve ku kanë pak zhvillim, ose në qoftë futboll ose kanë mungesë për krahas të tifozëve, nganjëherë bojnë iniciativa të ndryshme, qoftë edhe humanitare për ndonjë shoqatë ndryshme, organizata të ndryshme për shembull si sindromin Down që bojnë, apo mendon që më bën një iniciativë të tillë, të paktën me një bilet shumë të lirë, me qoftë €1 apo edhe qoftë €2, por që gjithë secila prej atyre biletave që shiten do shkojmë për një organizatë që do t'i ndihmonte edhe fëmijëve. Apo besën që kish me pas numër të tifozëve më shumë? Na deri tash krejt lojë që ka në kohën, do më thonë gratis. Po, papagesë. I kena bo thirrje edhe qytetarëve të Ferizohet që më orë me po. Po, jena të diskutu edhe kena bo një plan me menaxhmentin që shumim për në lojnë vazhdim për edhe këto që e the edhe te. Kena disa ide, disa plane që me mujt me këthy, e që është me disa organizime. Kena menu edhe dhe organizime që me bo thirrje edhe shkollav që morë si kolektiv ose si shkolla me morë në zanësit mi pru me po lojët nëse diçka që me dal pak, me po disa sporte që me po që ekzistojnë në sporte tjera, jo veç futbollit, se zakonisht në televizioni shumë futbollin, s'ka tjetër, kryet Reali Barcelona, po çka me bëhet, i kena disa ide që besoj që kanë me kom produktive, po këto veç mbetet sezonin pranveror. Më po edhe më shyrtu edhe njerë mirë, me mujtë me organizu që e që është bile fëmija me orë me po, a e gradualisht të shku dhe të bo lojna ndryshme, organizime ndryshme që me nëzitë sa ma shumë tifozëri me orë me po lojnë. Durim brenda skuadrës ka lojtarë të huaj, sa po rrinim me pas një filloj bashkëpunimi me ta për brenda, apo ka konkurrencë brenda për brenda që unë jam i më i miri këtu dhe keni mu a ka këshillë edhe në sportin e voleybollit? Po me krahasu skuadrën me vitin e kaluar, struktura e ekipit ka ndrru kogja shumë, tykon 3-4 lojtarë bazë që kanë luajtur vitin e kaluar, këtë vit nuk janë pjesë e ekipës, për shkaqe të ndryshme, dikush ka ndrru ekip mrena, dikush jashtë vendit, dikush s'lun heq ndoshta. Po me rëndësi na që ato mungesa është dashur me i kompenzu me lojtarë tjerë, qoftë edhe me lojtarë nga jashtë. Konkurrencë mbrana ekipës mendoj që ka boll. Stërvitjet tona që i bën thjesht çdo natë tregojnë ato edhe ka mbrana ekipës konkurrencë për secilën pozitë që do të më vendos në një detaj vogël që me lut unë ose me lut një lojtar tjetër në pozitë tëm. Kështu që kjo është e mirë mbrana ekipës. E shtoni notin. Notin pozitivisht. Sigurisht, not pozitiv që secili me punu më shumë që me marr vendin meritun për ato që ka jep gjatë treningut, me kanë i përfshin edhe në lojë, pse jo. Po edhe në rast se për shembull një dëmtim ose diçka na me pas kanë me shtin në vend dikujna që nështë ta kalu standard, po kualiteti nuk është larg që na me të keq për shembull për një dëmtim ose diçka. Ka filluar pak a shumë më ngjall kjo pjesë sepse kemi parë edhe në sportin e futbollit, se sa herë kanë shku me një informacion, edhe kanë pas 2-3 lojtarë rezervë, po tash u rrit kjo, po shtohet numri dikon deri në futboll deri 25-30, edhe në voleyboll po ashtu ka nis edhe kjo që me pas edhe rezervën e fundit, kur do që hin me kallëzu vetën. Na mrena ekipës i kemi tamam 14 lojtarë, secili është e ka zavendësuesin e vet mrena bankës rezervë, kështu që është mirë edhe shumica e klubeve me pas njëjtin fond lojtarëve që edhe cilësia në këtë formë rritet mrena nivel vendi më shumë, ju vetëm për shembull ndoshta një klub mi pas 14 lojtarë, një klub mi pas 6-7,
mundësisht me kosa ma shumë të përfshin. Nuk kisha disht me cek kështu dhe jena nashtaj vetë me ekip që për të meshkuj po fole që një disa vite rresht jena me kapacitetit ma të lejtare. Po. Mëjna me ditë ketë ekipet që kanë lujt me 6 lejtarë, me 7, me 8, a mëjna ekipet që këna pas gjithmonë për 10 lejtarë, këna pas dhe vendsus edhe stërvitja o ma ndryshe, mëj me thonë lërshëm se edhe këna investu në që ato, edhe pse na shta kanë morë që i bëhet ma letë edhe për trenerin. Shumë ma letë, se na gjithë herë që këna pas trener gjithmonë këna pas kërkesat që me pas edhe në ekip dytë që stërvitja mu konë ma atraktive, mu konë ma produktive që me pas sukses në loj. Edhe besoj që aja ka arrit që na mu konë stabil, këtë gjithë vjetë jena stabil si ekip, nuk që kena ashtu rami ngritje shumë doja. Me fat, pa fat, si vjetë kena pos pak fat. Se kur nuk kena pos fat as finale, as gjithë finale, gjithmonë me njerës që qëta që kena vitu fati, nuk na kanë ndihmu shumë. Butrend, a keni fitu në diçka nga lejtarët që janë transferu jashtë? A kena fitu? Po. Po na këtë gjithë vjetë kena shumë lejtarë që kena transferu. Kena pos lejtarë shumë të mirë, kena pos lejtarë pak më dëpë, kena pos lejtarë që nuk i ka arrit ato pritshmëritë tona që i kena po gjatë stërvitjeve të kështu me radhë. Po na që këna fitu si menaxhment edhe durimi, po besoj që këta djemë të ri kanë fitu më shumë, e kanë po një kulturë, që e kanë pru një kulturë të sportit, e kanë një kulturë sportista pak më ndryshe se që e kanë djemë të ri tash në sport, po besoj se cilë në sport, po kulturën e sportit e kanë shumë a shumë zhvillu nëse nasi shoqni që miro me në di edhe vetë na përpara kur kena ushtru se diçka na konë shumë ma serios tash, ta djemë të ri kanë qalu pa në këtë pjesë, po që to besoj që kena fitu edhe kualitetin që e kanë pru ata si sportista, po kulturën e sportit që e kanë kallëzu se që e tregojnë të na në Kosovë, besoj që është mjaft e pëlqyeshme për lojtarëve të ri. Titulli i sezonit, mes kujt e kujt do t'jetë deri në fund? E presmi kënda. Kush dush le djen. Së është problem. Jo do besoj që jena të përgatit tash, se nuk me thonë edhe ashtu, se liga ka mu bo me e mirë, ma konkurente ka mu konë liga, se muna që jenë edhe me 3 lejtarë të huj, edhe një lejtarë për Shqipnis muna me marë si lejtarë vendor. Besoj që liga ka mu konë shumë interesant, po me disa rritje të lejtarëve që kanë marë tash një janar. Besoj që kena mu konë pretendent prap për fitimin e tripletës. Dorem, pajto. Pajto e s'ko qërë, pajto. Liga Gjergj Kastriuti. Na jem të bo përgatitje, realisht faza e regull të kampionat vjeshtur tash mrena vendit veç ka përfundu, tash jemi dhe më thonë fazën që kena miru lojt në ligën Gjergj Kastriuti, ku janë 2 ekipe në grup nga Shqipnia dhe 2 nga Kosova në 2 grupe ndryshme. Na kena bo përpjekje me i marrë pikë maksimale mrena grupit, që me ka pak ma komod në pjesën në vazhdim, 3 loj luen që tash në fund në pëmnejnë që t'javë. Edhe po prej sotit edhe pjesa tjetër ka më lu në sezonin pranveror që i bjen rreth fundit janarit. Na hyna ngarë për mi fitu këj trofejt, shpresoj që kena mja dal të shohëm edhe ekipe tjera që shpo levizin, që falëtor po marrin, sa po komponohen ato, sa po komponohen jena mirë, po sa i përket punës, na s'kena mja lanë dur fatit, mas nej të shohëm që ka po sjedhin lojt. Durimi këtë sezon pjesë e Ferizajt apo pritet me ndru klub pas? Nuk e besoj që ndroj klub. Jam komod në Ferizajt që parafërsisht saksisht që 6 vite edhe do të me vazhdu edhe këtë vit patjetër që pjesë e Ferizajt. Butrend, edhe diçka këtë fundit du me të pyet në lidhje me garat ndërkombëtare. Keni marrë pjesë, keni përballë në ekipin e Pafusit. Na tregu pak ma shumë çka e bëri diferencën, pra arritja fitores së tyre, apo ishte pak a shumë edhe mungesa e fundit lojtare që keni pas? Po, eksperiencë e mirë, po nuk kena mujtë më përgatit aq shumë si mbos lojtarëve, si kur përgatitjet për shkak që
I kena pas edhe zgjedhjet edhe jën konë palestrat si që dina krejt. Bashkë që atë kohë jën konë palestrat që na mujtë asë me zhvillu loja asë tërvitje për mu përgadit pak ma mirë. Se zgjedhjet. Zgjedhjet edhe kena pas shumë bojkotu me atë. Kena mujtë mu paraqit ma mirë me ofrimin e disa lojtarëve, po si vjetë nuk kena konë bashkë të përgatit nga fillimi. Qaja na kanë ndihmu që na më konë nashta me arrit që të formë deri të fitimi i Kupës Pavarësisë edhe dy lojë që kena zhvillu në Qipra. Po besoj që viteve tjera kena më konë shumë a shumë përgatit për me përfaqësu qytetin e Ferezajt edhe klubin tonë që qysh është mas mirë në gara ndërkombëtare. Nuk besoj ekipi Pavës nuk është që ka pas një kualitet shumë më të madh se ekipi jonë. Nëse e kishim pas, po du me dhonë ekipin e vitit kaluar që na kanë përgatit deri në fund kur e kena fituar edhe kampionatin, besoj që kishim arrit shumë lart në gara ndërkombëtare. Botërin, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Dorem, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit juve për mundësinë.